Jo të gjithë e kanë fatin të lindin apo rriten në një qytet të madh, apo aq më tepër në një metropol. E megjithatë, kjo nuk duhet të privojë gjithëkënd, të ri apo të moshuar, të bëjë një jetë si gjithë bashkëmoshatarët që jetojnë diku tjetër, në një vend më urban e më të zhvilluar. Jo pak ndodh që shumë qytetarë zgjedhin të largohen nga të ashtu quajturit qytete të vegjël për një jetë më të mirë për vete apo fëmijët e tyre. Në një situatë të tillë, padyshim që pjesa më e madhe e përgjegjësisë i takon shtetit për të ndjekur politika zhvillimi për çdo centimetër të vendit. Natyre stolisur me Ky është vendi im, udhëtoj këtë herë drejt Ballshit dhe zonave që i përkasin rrethit Mallakastër. Për ty flet në kultura Arsyeja për të evidentuar një copës Shqipërie që pavarësisht vështirësive, të shohim edhe anët pozitive, të forcojmë shpresën e atyre që jetojnë aty, se të gjithë bashkë mund të ndryshojnë realitetin e hapësirës ku jetojmë. Le ta kujtojmë Mallakastrën me historinë e saj si një kontribut të vyer për të gjithë Shqipërinë ndër shekuj. Këto treva kanë kaluar episode luftrash e betejash, të cilat kanë ndriçuar emrat e trimave të këtyre anëve ndër shekuj. Kapetanën të nishanë, rapo Mallakastra ka lënë gjurmë në histori, kulturë e traditë, gjurmë të cilat janë trashëguar sot edhe nga brezat pasardhës nëpërmjet arsimit, punës, pavarësisht vështirësive apo pengesave të kohës. Për të ndalur në ditët e sotme, siç dihet me ndarjen e re territoriale, tashmë është vetëm Bashkia Mallakastër, e cila drejtohet nga Agron Kaplanaj. Edhe pse ky është viti i 10 që është pjesë e pushtetit vendor, qeverisjen e Bashkisë Mallakastër, Kaplanaj e sheh si sfidë personale për të ndryshuar jetën çdo mallakastrioti, sepse siç thot ai, edhe me pak mund të ndryshosh diçka, mjafton dëshira dhe vullneti. Ndoshta Ballshin dhe rrethinat e tij i kemi parë nga ekrani jo edhe aq për mirë, duke u shfaqur më së shumti për problematikat, ndaj ndoshta është momenti të themi edhe anët pozitive, e me të cilat këta qytetarë duhet të ndjen mirë që janë pjesë e këtyre anëve. Një qytet i qetë, i vogël, e ku gjithkush mundohet të jetojë sa më mirë. Teksa lëviz në lagjet e qytetit, ndihet energjia e punës, e sidomos ajo që bie në sy, është infrastruktura rrugore, si një prioritet i punës së bashkisë, që padyshim do të përmirësojë ndjeshëm përditshmërinë e qytetarëve. Jemi zhvendosur në një nga lagjet e këtij qyteti, në fakt pas krave të mi duket qartë që vjen ende faza e punimeve për infrastrukturën e kësaj lagje, megjithatë atë që të shes syri për momentin duket që nuk ta ofron sot besoj as ndonjë lagje në qytetin apo kryeqytetin e vendit. Të vizitosh këtë qytet, nuk mund të rish pa kaluar edhe nga stadiumi i Bylisit, një ekip që pavarësisht rezultateve ka bërë lojë dinjitoze dhe me nivel në shumë përballje. Por ajo që të gëzon është ajo që të sheh syri dhe pas një dyshim që ambientet e stadiumit të Bylisit janë të denja për lojtarët dhe tifozët e këtij qyteti. Po të ndjekësh rrugët e degëzuara të Ballshit, arrin një pikë ku qyteti duket ndoshta modest, por i rrethuar nga natyra, si një alternativë për të kaluar disa orë larg zhurmës. Ndoshta jo me
godina apo ndërtesa shumë të larta apo shumë moderne, me një pamje modeste, ajo që mbizotron e që bie në sy në fakt, është ndërthurja e natyrës, pozicioni gjeografik, duke sikur faqet e këtyre kodrave e kanë glabëruar për mirë pamjen që të ofron qyteti i Ballshit. Gjatë qëndrimit në Ballsh, dëgjuam se në qytetin antik të Bylisit do të zhvillohej Olimpiada e përditshme, e mbështetur nga Bashkia Mallakastër, nën kujdesin e veçantë dhe personal të kreut të saj, Agron Kaplanaj. Nuk u menduam dy herë dhe unë nisëm drejt Bylisit për të shijuar njëkohësisht edhe bukurinë e tij antike, ku numri i vizitorëve të huaj na surprizoi jo pak. Hello, how are you? Very well, thank you. You are from? England, From England? yes. And you are here for? For a week's holiday to learn about Albania. Vi nga Anglia, do të qëndroj për pak ditë, po mësoj mbi Shqipërinë dhe po kënaqem shumë, sepse jeni një vend shumë interesant, njerëzit janë shumë të dashur dhe ushqimi shumë i mirë. Food is good, and it's altogether a very pleasant week we're having. Tell me something about this place. Tani jam duke dëgjuar guidën dhe po mësoj për këtë vend. Sot na u bashkuan edhe këta të rinj. So we were surprised to see so many young people up here today. Nice day. Wonderful day. We're lucky to have the sunshine. Një ditë e bukur, në një atmosferë mbreslënse, ku muret e gurtë të mbetur nga historia e lashtë të garantonin se gjithkush këtu kthehet përsëri. Nuk mund të largoheshim nga Mallakastra, pa mësuar për pasurinë folklorike të këtyre anëve, për të cilën kemi dëgjuar shumë, e kemi shijuar tekste e meloditë të atyre që e krijuan e që i dhan emër folklorit të këtyre trevave. Për këtë, ne u takuam me një nga emrat e njohur të Mallakastrës, i cili ka shumë për të na treguar, e siç është mësuar ai, të na tregojë edhe duke kënduar. Folklori i Mallakastriot, si gjithë trevat dhe si gjithë zonat e Shqipërisë, bashkimi që bën kulturën e kombit është kënga, është vallja, është folklori. Mallakastra është e pasur shumë, siç është e pasur në gjithë resurset e saj, një krahin shumë e madhe në vlera, në fshatra, në histori. Mallakastra shtrihet ka një shtrihje gjeografike në jug të Shqipërisë. Është trev e polifonisë labe, ose rrethin e labërisë. Dhe vetiu duke e kufizuar me labërin nëpërmjet lumit Vjosa, me fshatrat e Tepelenës në jug, me fshatrat e Marsis Beradit në juglindje, dhe duke zbritur me fshatrat e Myzeqes në jug edhe në perdim, ajo dhe folklorin e ka një qik më të veçantë se të tjerët. Mallakastra ka një folklor shumë të pasur, si në këngë, në valle, në ninulla. Mallakastra u ka kënduar historisë, u ka kënduar trimave, të kapetanëve, i ka kënduar edhe dashurisë, i ka kënduar edhe lirismit,
Ninulla, balada, për shembull Nizam të nënat kur rinin te porta me sofa. O moj porta me sofa, të ran hallet më dha, 3 kunata kra për kra. Çka që qanë e vogëla, qanë për burra ty se ka, ja kanë marrë bela kura në Nizam 9 vite ca. Edhe duke marrë këngën. O jo moji porta, me moj me sofa, të moj të kanë rënë dhe moj e të mëdha. E vazhdon polifonia, është këngë Nizam, është nga kohë e Ali Pashte Pelenës, që kanë vajtur në ushtërinë e Ali Pashte Pelenës, kanë qenë shumë trima mallakastriot, mbi 600-700 veta. Edhe teksti është i bërë nga Guri Rokaj, dile priti mojanin, 600 mallakastriotët, dile priti mojanin, mallakastriotët harrin, si breshri me kërcëllim, 600 e ca sufarin, im dat për vezir alin, isti kam kishi shtëpin, për buke për gjumë vdin, sa për uj gurd lëpin, me ja ta ganë qugrin. I ka kënduar dashuris. Kemi këngët e grupit që kam qenë unë si fillim, grupi Aranitasit, me këngët si një këngë që zbret nga mali, erdi vashat e burimi, në brezaret zvedu gruri ullur kokën nga kaliri, ose te një molle te një ftua. Bëj shfjall për një vash që dashuron. Amban më ceq më the mua, te një molle te një ftua, lule të binin në mbi supe, unë afro dhe ti bënë tutje. Vallet mallakastriote të identifikuara janë ekzekutuar me mjeshtëri në kalan madhështore të Gjirokastrës, nga grupi burrat mallakastriot me solist Muhamet Zotaj, na kërkon Turku Nizam. Mallakastra ka pasur disa grupe folklorike të njohtura, si grupi Aranitasit, i Greshicës, grupi Fratarit, i Kutës dhe i Ballshit. Po në basë reformave demokratike që u futën në vendin tonë, u transformon e gjërat, edhe aty u bë një grup që u quajt Asambli Mallakastra me korifejnë e këtyre, me këngëtarët MNZ, më kupton, të kësaj krahine. Ç'janë ato shqiponja, që po fluturojnë, një nga një mera, në humner qëndrojnë. Të mlasi mjalti në koshere, të thellasi dhe uj plugut, kështu janë more vlezër, kështu janë këngët e glugut. Dhe një mesazh kam përsëri, u jap zëmër dhe i vlerësoj këngëtarët e rinj, si Altin Miftarin, Bledar Hoxhën, Selim Pajin, Recep Sinën, Telat Pashan. Ka shumë këngëtarë të tjerë Mallakastra, të cilët kanë dhënë dhe ata kontributet e tyre për këtë krahin madhore me histori të madhe. Por sigurisht e rëndësishme është ajo që i pret këta qytetar, shpresa për ditë më të mira, për zhvillim. Por këto ata i presin nga ai që kanë zgjedhur e që e kanë besuar fort. Agron Kaplanaj na tregon për sfidat në krye të bashkisë, pas një rrugtimi jo të shkurtër si kryetari komunës Qëndër, të cilës i dha një faqe tjetër zhvillimi. Ajo punë që unë kam bërë në atë njësi administrative, doli përtej kufive të asaj njësi administrative dhe gjithë qytetarët mallakastriot duke parë punën, duke parë
besimin që ajo zonë kishte tek unë, duke parë njeriun e punës dhe njeriun e fjalës në radhë parë, sepse kjo është shumë e rëndësishme, një njeri që atë që thot, atë që premtim që bën duhet ta mbaj, atë fjalë që thot duhet ta mbaj, mos i gënjej, mos i mashtrojë qytetarët se janë të lodhur nga mashtrimet për hir të vërtetës. Unë kam qenë me këmbë në tokë dhe ka qenë një kërkesë pothuajse gjithë banorëve të Mallakastër që unë tisha një nga kandidatët për kryetar të Bashkisë Mallakastër. Unë ju përgjigja thirrjes tyre, por për mos bërë hipokritin edhe vetë e kisha ambicie këtë punë, sepse duke parë që akoma jam në moshë të re dhe mundet të jap akoma për Mallakastrën. Mallakastra është vendi im ku unë kam lindur dhe jam rritur dhe sigurisht që unë do të mundohem të bëj, jam munduar në fakt, dhe do të mundohem të bëj më të mirën për Mallakastrën dhe për mallakastriotët. U kërkova votën, u kërkova mbështetjen duke u premtuar ato gjëra që unë mundet që t'ju bëj mallakastriotëve dhe Mallakastrës përgjithësi. Nuk mund të them që këto janë gjëra që unë nuk i kam menduar. Sigurisht i kam menduar dhe ka qenë shqetësime që unë i kam darë edhe gjatë fushatës me qytetarët. Madje ka qenë edhe qytetarë të interesuar të cilët ma kanë bërë këtë pyetje gjën kohën e fushatës dhe unë kam menduar dhe përgjigja ime ka qenë dhe prap është e njëjtë përgjigje, po të kthehem në kohë prap njëjtën përgjigje do të jap, duke menduar dhe duke thënë që unë jam një kandidat i një bashkie që është brenda territorit të Shqipërisë dhe këtu jetojnë shqiptarë. Dhe për sa kohë jetojnë shqiptarë dhe unë jam njëri prej jush dhe njëri prej tyre, nëse do të drejtoj këtë bashki dhe ju do më vot besoni për të drejtuar këtë bashki, qeveria që drejton këtë vend duhet ta trajtoj këtë zonë, këtë bashki dhe këtë komunitet njësoj si gjithë bashkitë dhe komunitetet atyre bashkive që ka gjithë Shqipëria. Pra nuk duhet të ketë asnjë lloj diferencimi, asnjë lloj diskriminimi. Kjo është fjalë e rëndë, por në fakt po ndodh. Ne si pushtet vendor, unë si kryetar bashkie, administrata që unë drejtoj, kemi filluar punën të angazhuar në maksimum për të filluar dhe për të bërë ndryshimin. Ndryshimi fillon që nga administrata në radhë parë, shërbimin e qytetarëve, problemet që kanë qytetarët, hallet që kanë qytetarët dhe pastaj duke shtrirë atë në infrastrukturë dhe në problemet e përditshme që kanë qytetarët e kësaj zone. Sigurisht ne kemi filluar nga Aja dhe Aja ishte pastrimi i këtij qyteti, pastrimi i kësaj zone që lindte shumë për dëshiruar. Këtu ishte një pjesë e mirë e lagjeve ishin kthyer në smundje, në pislak, gjë e cila nuk mundet ta duroja dhe ta shifja akoma një qytetin tim ku edhe vetë banoj në një gjendje të tillë dhe menjëherë kemi filluar nga kjo punë. Kemi shliruar një pjesë të mirë të hapësirave publike të zaptuara nga qytetarë të cilëve nuk ju kishte thënë njeri që mos e zaptoni, nuk ju kishte thënë njeri që liroheni këtë hapësirë publike që keni zaptuar. Dhe duke bërë edhe ato shpeshherë burim infeksioni, pasi kishte të mbjellat ndryshme në mes qytetit që janë të papranueshme. Këtë ua kemi kthyer qytetarëve dhe kemi filluar pastrimin e qytetit dhe të gjithë zonës përreth dhe gjithë akseve nacionale, të gjithë rrugëve të cilët ishin bërë burim infeksioni duke hedhur mbeturina në vend e pa vend. Dhe pastaj kemi filluar me mirëmbajtjen e rrugëve, kemi ndërhyrë në një lagje Glavenica, lagje informale e cila prej 25 vitësh nuk ishte vendor as kanalizim, as ujë i pishëm, as ujërat e bardha për të hequr, as rrugë, ishte një lagje qyteti, por në fakt ngjante një lagje të një fshati që ishte të humbur larg qendrës urbane. E rëndësishme është ne do t'u tregojmë qytetarëve që ne si administratë, si bashki jemi për ditë në terren me ato mundësi që kemi. Në fund, ato edhe me punërat vogla, edhe me ato punë, sidomos janë disa punë që nuk duan investime të mëdha, por më shumë duan vëmendje dhe angazhim se sa investime. Absolutisht, ne do të jemi me qytetarët. Për çdo lloj problemi, për çdo halli, për çdo lloj shqetësimi që kanë qytetarët, ne do të jemi të pranishëm me ta për të zgjidhur problemet e tyre sa të mundemi, sepse kjo është detyra jonë, ky është premtimi që unë kam dhënë qytetarëve dhe sigurisht që nuk do të resht së të punori, por nuk do të resht edhe së të ngritur i zërin, qoftë aty ku duhet, në ministri, në qeveri, në takimet me kryeministrin,
Dhe këtë e kam bërë sepse e kam detyrim ndaj qytetarëve të kësaj zone. U kam premtuar qytetarëve që unë do të jem bashkëpunues me cilin do qeveri që do të jetë në krye. Ishte mirë që edhe kur të ndanin ato lekët, ato janë lekët e taksapaguesve shqiptar, dhe sigurisht që Mallakastra si takon pjesa e vet në drejtim, dhe do të ishte mirë që një pjesë e tyre të vinte në Mallakastër, sepse edhe këta janë qytetarë shqiptar, qytetarë që meritojnë vëmendjen e qeverisë qendrore, qeverisë vendore dhe të gjithë atyre që sot kanë fatin e tyre në dorë. Unë mesazhi im është i qartë. Për sa kohë jam në krye të kësaj bashkie, i votbesuar nga qytetarët e kësaj zone, unë do të jem me ta. Do të jem në krye të tyre dhe do të jem gjithmonë në zgjidhje të problemeve dhe të hallave të tyre. Zëri im do të jetë një zë i fuqishëm, sepse ai nuk është zëri im, po është zëri i qytetarëve mallakastriot, dhe unë atë do ta përçoj në çdo takim që do të kem në nivele të larta. Sigurisht që qytetarët presin më shumë nga unë si kryetar bashkie, presin më shumë nga qeveria që ka ky vend, dhe sepse në Mallakastër për hir të vërtetës nuk është bërë asgjë ndër vite, dhe sigurisht që ata presin që edhe këtu të ndryshoj dhe të përmirësohet infrastruktura rrugore apo dhe shkolla të ujëpishëm, qendra shëndetësore, që edhe këta të ndjen mirë dhe të jetojnë aty ku ndodhen dhe mos mendojnë për t'u larguar nga këto zona, sepse fenomeni i kohëve të fundit nuk është vetëm ai fenomeni që gjithë kemi parë dhe transmetojmë dhe shohim çdo ditë në media tuaja, fenomeni i shqiptarëve që largohen nga Shqipëria, po është edhe ai fenomeni tjetër i padukshëm i gjithë qytetarëve që largohen nga zonat rurale apo nga qytetet vogla për të shkuar në qendra të mëdha urbane, sepse duke menduar se aty do të gjenë një jetë më të mirë, do të gjenë kushte më të mira. Le t'u krijojmë qytetarëve tanë kushtet më të mira aty ku janë, sepse ne kemi nevojë për ta që të jetojnë aty ku janë, se aty kanë tokat e tyre, aty kanë jetën e tyre, aty kanë fëmijët e tyre, aty kanë edhe si thosh ndjen më mirë sepse janë pranë njerëzve të tyre, dhe sigurisht që ata nuk ikin me qejf nga ajo zonë, po ikin të detyruar nga kushtet minimale të jetesës. Kjo është ajo që unë do të mundohem të bëj për qytetarët e mi. Por ka edhe probleme që ndonjëherë vështirësojnë shumë jetesën e secilit. Sikurse është transmetuar gjithësisht edhe në media, qytetarët e Ballshit po përballen me një vështirësi financiare për shkak të mospagesës nga rafineria Armo prej disa muajsh tashmë, problem për të cilin Kaplana jo vetëm i është gjendur në krah qytetarëve, por lëshon edhe një mesazh të fortë për ta, duke treguar shpirtin e sakrificës personale në këmbim të mirëqenies së qytetarëve të tij, sepse tek e fundit ata ja besuan këtë detyrë. Sigurisht që Mallakastra dhe qyteti i Ballshit ka një problem tjetër shumë të madh, social, nuk e di sa në dieni jeni, por besoj se jeni në dieni të kësaj. Ka një rafineri nafte e cila ka 1000 punonjës, të cilët janë sot e 9 muaj pa paga. Imagjinojeni që rreth 1000 punonjës me një mesatare prej 50.000 lek të reja, po është më shumë, më e madhe mesatarja, këtij qyteti i mungojnë 50 milion lek të reja në muaj për të shpenzuar në gjithë veprimtarinë, në gjithë aktivitetet. Imagjinojeni që 9 muaj për na 50 milion lek të reja, këtij qyteti i mungojnë këto parë dhe ky qytet këta njerëz jetojnë këtu po humbasin shpresën, se e vetmja shpresë, e vetmja alternativë për të punuar dhe për të ushqyer familjet e tyre ka qenë ajo rafineri, ajo e cila ka 9 muaj që nuk punon. Kam qenë i pranishëm me ta, do të jem i pranishëm me ta, madje jo kam bërë një gjë të qartë. Në krye të kësaj bashkie mua më kanë sjellë qytetarët mallakastriot. Ju kam thënë që nëse një ditë do të më kërkoni që për hatrin tuaj unë ta lë këtë mandat në shenjë proteste, jam i gatshëm ta lë që sot. Unë nuk mund të rri këtu thjesht të marr pagën time, të ratohem vetë në këtë karrike dhe të shoh qytetarët e mi të cilët vuajnë për bukën e gojës. Absolutisht nuk ndihem mirë dhe nuk do ta pranoj kurrë një gjë të tillë. Nëse ata do të vuajnë për bukën e gojës dhe unë të ratohem në karrike këtu, kjo është një gjë që s'ka për të ndodhur. Unë do të luftoj që edhe ajo uzinë të vihet në punë, sepse është një pasuri kombëtare, që jo vetëm që punojnë këta 1000 punonjës,
por është një pasuri kombëtare sepse edhe vetë shteti, vetë qeveria merr të ardhur miliona euro të ardhura nga ajo rafineri, dhe sigurisht që interesat janë kombëtare tek ajo rafineri dhe nuk janë thjesht interesa lokale të kësaj bashkie apo të këtyre njerëzve që jetojnë këtu. Por sigurisht ata që e ndjejnë të parët, e ndjejnë këta njerëz që punojnë aty, e ndjejnë ky komunitet që i mungojnë këto të ardhura, dhe sigurisht që ndoshta nuk e ndjen shumë qeveria në buxhetin e vet, sepse kjo naftë nëse nuk prodhohet tu do të hyjë nga jashtë dhe ata do ta marrin taksën, do ta marrin atë aksizën dhe ndoshta nuk kanë në një grop të madhe në buxhetin e shtetit, sepse taksat paguhen, por ajo që është më e rëndësishme është që këta njerëz, nëse ajo rafineri nuk punon, këtu jeta bëhet e pamundur dhe këta qytetarë humbasin çdo lloj shpresë dhe ideja e tyre është vetëm të shpërngulen nga ky qytet. Fjalët e kryebashkiakut të japin besimin e fortë se kur të rikthehemi nga këto anë, do të gjejmë edhe më shumë zhvillim. Ndaj largohemi nga Mallakastra me bindjen se kushdo që i ka parë këto minuta, do të dojë edhe më shumë të kontribuojë për vendin e tij, për një jetë më të denjë, aty ku ka lindur e është rritur.